26 shtator. Jetoj sigurt në fuqinë sovrane të Perëndisë. Madhështia e jashtëzakonshme e fuqisë së Tij ndaj nesh që besojmë. Efesianëve 1:19. Gjithë fuqia e Perëndisë do të thotë se kemi një strehë të përjetshme dhe të palëkundshme në lavdinë e përjetshme të Perëndisë, pavarësisht se ç'ndodh në këtë tokë. Kjo siguri është burimi i fuqisë për bindjen e radikale ndaj thirrjes së Perëndisë. A ka ndonjë gjë më çliruese, më rënqethëse ose më përforcuese se sa e vërteta që Perëndia i gjithëpushtetshëm është streha jote? Gjithë ditën, çdo ditë, në të gjitha përjetimet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme të jetës? Nëse e besojmë këtë, nëse me të vërtetë e lejojmë këtë të vërtetë të gjithë fuqisë së Perëndisë të na mbërthejë, përfytyro çfarë ndryshimi ka për të sjellë në jetët dhe shërbesat tona personale. O sa të përulur dhe të fuqishëm do të bëhemi për qëllimet shpëtuese të Perëndisë. Gjithë fuqia e Perëndisë është një strehë për popullin e Tij. Kur e beson me të vërtetë që streha jote është gjithë fuqia e Perëndisë së gjithëpushtetshëm, ti përjeton një bollok gëzimi, lirie dhe fuqie, i cili dertet në një jetë bindjeje radikale ndaj Jezu Krishtit. Gjithë fuqia e Perëndisë do të thotë përnderim, dëmshpërblim dhe strehë për popullin e Tij të beslidhjes. Të ftoj ti pranosh kushtet e beslidhjes së Tij të hirit. Braktise mëkatin dhe besoj Zotit Jezu Krisht, dhe gjithë fuqia e Perëndisë së gjithëpushtetshëm do të jetë droja e shpirtit tënd, shpagimi për armiqtë tu dhe streha e jetës tënde për jetë.